Përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit kombëtar Klan News, unë jam Uljana Maloku dhe bashkë do të jemi në hapësirën në vijim për të njohur me zhvillimet më të fundit. Në këtë moment e punisim edicionin e orës 14. Presidenti Vjosa Osmani ka shpërndar parlamentin pas dështimit për zgjedhjen e presidentit të ri. Kreu i shtetit deklaroi se vendimi i saj ka ardhur si pasojë e dështimit të kuvendit për ta kthyer detyrën e vet dhe se vendin e sollën në këtë pikë njerëz të papërgjegjshëm e me qëllime të rrezikshme. Mirë është kreu i PDK-s Bedri Hamza në këtë momente në një deklaratë për mediat. E ndjekim. Unë shpreh keqardhjen që kemi ardhur deri në këtë moment, nuk ka pas asnjë arsye, ka pas më shumë se një alternativë. Përgjegjësia kryesore normalisht i bjen partisë fituese, partisë më të madhe, sepse ka mujt me dhënë vendit president. Ne dim kaluamën çush ka shku, zgjedhja e presidentit historikisht Kosovë ka ndodhur me marrëveshje politike. Gjitha periudat. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qenë mjaftueshëm konstruktive dhe të hapur dhe kemi bërë gjitha përpjekjet e nevojshme që vendit me dhënë president. Unë nuk më vendos vijat kuqe asnjëherë në bashkëpunim me asnjë subjekt politik. Kum fol që ka mundësi edhe për marrëveshje politike parse me kriju qeveria, nuk e kemi prit as kanë të dera për me naftu, mirë po nuk kemi qenë refuzues as për këtë çështje. Ju kum përgjigj gjitha ftesa për takime, nuk më shkon ato detalet se ku po mo takimi, kur u bë ftesa, çu bë ftesa, kretë ka qenë qëllimi që vendit me dho institucione, vendit ketë stabilitet politik, institucional dhe mos të vazhdohet me këto blokada. Megjithatë, kërkesa jonë ka qenë e qartë, fillimisht marrëveshja politike dhe pastaj ne t'i dhojmë emrat, sigurisht emrat e dinitetshëm që i kanë gjitha atributet dhe karakteristikat e nevojshme që me qenë president apo presidente e vendit që me reprezentu vendin në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk kemi pas marrëveshje paraprake politike, është kërku emri, fillimisht kanë thonë nuk do të ketë emra subjektit politik, kanë propozu një emër, pastaj kanë ndruar emër, kanë dalë me dy emra dhe unë e vrej edhe sigurisht shihet qartë, tashmë veç është konstatu që nuk ka pas një vullnet plot politik nga partia fituese që vendit me dho stabilitet institucional. Nëse s'kish me i pëlqy marrëveshja me Partinë Demokratike, ka pas mundësi me Lidhjen Demokratike, ka pas mundësi me presidenten dhe për ma tepër nuk e ka ftu fare as në biseda Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Tash, ne e shprehëm qëndrimin tonë, ne e dim që një ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizuar mirë veprimet e veta, ka vepruar në përputhje me detyrimet dhe përgjegjësitë e veta, megjithatë vendimi i gjykatës kushtetuese është i pranueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne mund ta komentojmë, po me interpretu kushtetutën është vetë gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data e zgjedhjeve? Cila datë që të caktohet nga presidentja e vendit në përputhje me afatet ligjore dhe kushtetuese? Po sigurisht se ne nuk zgjedhjet janë totalisht pa nevojshme. Janë të lodhshme edhe për shtetërorët e Kosovës, janë të kushtueshme edhe për reformat, edhe gjitha zhvillimet tjera, për te që e kanë edhe një kosto financiare. Mirë po, asnjë parti politike nuk ka mujt me dho vendit president për jashtim partia fituese. Gjithë bashk, ne nuk kemi mujt me zgjedh presidentin. Lëvizja vetë vendose me cilën do prej subjekteve politike ka mujt me dho vendit president. Megjithatë, nëse kemi mri, e tashmë është e qartë, ne po flasim për datën kur do të jenë zgjedhje, se është zgjedhje më janë pashmangshme. Partia Demokratike e Kosovës i ka strukturat, ka organizimi, ka gjitha dhe unë jam i bindur që do të kemi rezultat shumë më të mirë se sot që kemi pas me 28 dhjetor. Do ta keni atë rezultat zotëri Hamza që do të mundi pas zgjedhjet pra presidentit, duke marrë parasysh që kush mundet me brinj 80 vota mas zgjedhjeve të reja. Sot do të me pas qartë që koalicioni i ardhshëm qeverisës për me pas stabilitet do të me mendu qysh me pas 80 vota. Ju keni ndëgjuar deklaratat. Fillimisht certifikimin e rezultateve, pastaj konstituimin e kuvendit, qeverin, marrëveshjet ndërkombëtare, buxhetin dhe presidentin. Nuk shkon ashtu.
Nuk është çështja e presidentit që mundsh me adresue sekondat e fundit. Është çështje serioze dhe duhet trajtohet seriozisht. A ka pyetje tjera? A kemi qenë kandidat për kryeministër? Është ende herët pa u caktuar data e zgjedhjeve, ne do të diskutojmë brenda strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, do të shikojmë se si do të ecim tutje dhe në organet e partisë do të merret vendimi. Për koalicion para prag do të keni koalicion parazgjedhor në subjekt? Ende nuk kemi filluar ato biseda. Faleminderit shumë. Ishte kryetari i PDK-s Bedri Hamza, i cili ka mbajtur këtë komunikim për mediat pas takimit që ka patur me presidenten Vjosa Osmani, e cila në fakt ka nisur gjatë ditës së sotme dhe konsultimet me krerët e partive pikërisht për datën e zgjedhjeve. Hamza ka deklaruar se nuk ka një datë konkrete, por bien dakord me cilën do datë që do të vendoset nga presidentja e vendit për zgjedhjet e ardhshme, ndërsa ka deklaruar se nuk ka patur vullnet të plot nga partia fituese, ka deklaruar ai për zgjedhjen e Ngërçit në Kosovë. Nuk kishte një vullnet politik nga palët, ndërsa pas pak presim që të ketë dhe një komunikim kreu i LDK-s Abdi Xhiku, i cili gjithashtu po zhvillon konsultime me presidenten e vendit.